por mua shumë e mirë sa që e kam pritur në Ferizaj me një fitore plebiscitare atje, dhe në Mitrovic, ku e sfidon ministrin më të votuar të qeverisë Kurti, një djalë që vjen si nënkryetari i komunës atje dhe vjen nga strukturat e partisë pa ndonjë background dhe kurfar njohurie nacionale. Pra, për te këtij viktimizimit që po ndodh tash me exit pollet cilat ja hoqën me të madhe në Mitrovic, unë mendoj që Mitrovica është storje e jashtëzakonshme e suksesit të Arjan Tahirit, për arsyen që një djalë i cili para 3 muaj para kandidimit të themit të Faton Pecit, në çdo matje ka dalur krejtësisht anonimus derisa Fatoni ka shkuar deri në gjatë 7% në matjet para 3 muaj para se të fillonte gara. Prej momentit të fillimit të garës kemi parë në vazhdimisht rritje të Arjanit dhe zbeje të Fatonit. Tash se si do të shkoj balotazhi janë disa matematika tjera. Ndërkohë, çka ka ndodhur sot është që qytetari